Përshëndetje shenja e shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 kupat, forca, hëna, faqa e monedhave. Atëherë java nis me një ndjenjë të bukur plotësie. 10 kupat tregon harmoni emocionale, dëshirë për paqe, ndjesi që gjërat mund të jenë mirë. Ju keni një zemër që kërkon qetësi dhe stabilitet emocional. Por forca ju tregon që kjo paqe nuk është e rastësishme. Ju e keni ndërtuar me vetë kontroll, me durim, me përmbajtje. Ju keni mësuar të mos reagoni me njëherë, por të qëndroni të fortë brenda vetes suaj. Më pas kemi hënën, ka ndjenja që nuk i shprehni plotësisht, ka frikra që dalin zakonisht netve, ka intuita shumë të forta, por edhe pasiguri. Ju mund të ndiheni të ndarë mes asaj që duket perfekte jashtë dhe asaj që ndjeni ju për brenda. Faqa e monedhave në fund mund të tregoj një fillim të ri të vogël, por premtues. Por mund të flasë edhe për një fëmijë. Ndoshta ju mund të mbani merak për një fëmijë. Për disa të tjerë mund të jetë një ide e re, fillimi i mësimit të diçkaje të re që ju intereson juve. Për disa të tjerë mund të jetë ofertë konkrete. Për disa hap i vogël drejt stabilitetit. Kartat këshillojnë të mos e shtypni intuitën tuaj. Ju duhet të flisni për pasiguritë, jo t'i mbani për brenda. Investoni energjinë në diçka konkrete këtë javë, në projekt, në plan, në ide, sepse ju jeni në prag të një stabiliteti të ri, por duhet ta ndërtoni me durim. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi kupave, 6 shkopinjt, mbreti i shkopinjve dhe 3 shpatat. Në familje ka emocione të forta. Kalorësi i kupave tregon dikë që vjen me ndjenja, me fjalë të buta, me dëshirë për afrim, mund të ketë pajtim, ose dikush kërkon mirëkuptim, ose ju ndaj dikujt në familje. 6 shkopinjt tregon krenari, fitore, sukses, vëmendje, mund të ketë një arritje në familje, ndoshta një moment që festohet. Por mbreti i shkopinjve sjell energji dominante. Dikush në familje mund të jetë shumë i fortë në qëndrimet e tij ose të saj, ndoshta pak autoritar. 3 shpatat tregon plagë emocionale. Mund të ketë një fjalë që lëndon, një keqkuptim ose një ndjenjë zhgënjimi që shfaqet në sipërfaqe. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos reagoni nga krenaria. Ju duhet të dëgjoni para se të kundërshtoni. Mos e lini një fjalë të vogël të bëhet distancë e madhe. Kjo javë kërkon mençuri emocionale në familje, sepse ju mund të jeni ura që shmang konfliktin, pra ju e keni në dorë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbreti i monedhave, 9 kupat, 5 shpatat dhe magjistari. Në dashuri, ky është një kombinim shumë interesant dhe i fuqishëm. Mbreti i monedhave tregon stabilitet, siguri, seriozitet, ka potencial për diçka të qëndrueshme. Edhe kjo nuk është energji loje, është energji ndërtimi. 9 kupat është karta e dëshirave që realizohen. Mund të ndiheni emocionalisht të kënaqur, të vlerësuar, të përmbushur. Por 5 shpatat paralajmëron për konflikt egoje. Dikush mund të dojë të fitojë argumentin, jo të ruaj lidhjen. Magjistari në fund tregon që gjithçka varet nga mënyra se si ju e përdorni energjinë tuaj. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, kjo javë mund të sjellë momente shumë të bukura, plane për të ardhmen, ndjesi sigurie, por mund të dalë një debat ku secili mbron pozicionin e vet.
Ju duhet të mos hyni në lojë force, të mos e përdorni heshtjen si manipulim, të flisni drejt për atë që ju mungon dhe ju mundon. Magjistari ju jep fuqinë të ndryshoni dinamikën. Me pak fjalë ju mund ta ktheni situatën si t'ju doj qefi, sepse magjistari atë bën, i ka në dorë. Nëse flisni me maturi, lidhja forcohet. Pra e keni në dorë të gjithë situatën. Nëse ju doni, ajo gjë që ju doni mund të bëhet realitet. Nëse ju jeni vetëm, ju mund të tërhiqni dikë serioz me potencial për stabilitet, por kujdes nga lojrat psikologjike, sepse ju duhet jeni autentik, duhet jeni vetvetja. Mos krijoni një version të vetes për të impresionuar dikë tjetër, sepse energjia juaj natyrale është mjaftueshëm magnetike. Jeni të përsosur ashtu si jeni, në këtë botë jo perfekte. Nuk ka pse t'jetë askush perfekt dhe nuk mund t'jetë askush perfekt. Në dashuri kjo javë është provë maturisë suaj emocionale. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 kupat, drejtësia, 10 shkopinjt dhe karroca. Në punë 6 kupat tregon diçka nga e kaluara, që mund të jetë një projekt i vjetër ose një person nga e kaluara juaj profesionale. Për disa mund jetë një ide që rikthehet. Drejtësia kërkon balancë dhe vendime të drejta. Mund të ketë dokumente, kontrata ose vendime ligjore. 10 shkopinjt tregon ngarkesë të madhe. Ju mund të ndjeni të mbi ngarkuar, sikur po mbani shumë mbi supe, jeni të raskapitur. Por karroca është fitore përmes disiplinës. Ju do të arrini sukses, por vetëm nëse drejtoni energjinë me fokus. Kartat këshillojnë të mos merrni më shumë përgjegjësi se sa mund të mbani. Ju duhet të organizoni prioritetet. Mos lejoni që lodhja t'ju bëj impulsiv. Kjo javë kërkon drejtim të qartë dhe vendosmëri. Kalojmë tek Prism Oracle ku kemi energji. Ju keni shumë energji këtë javë, por energjia është neutrale. Pra, ajo merr formën që ju i jepni. Në dashuri, ajo mund të krijojë harmoni ose konflikt. Në punë mund të sjellë sukses ose lodhje ekstreme. Në familje mund të shërojë ose të ndezë debat. Ju duhet ta përdorni energjinë me vetdije, mos e shpërdoroni në grindje të vogla të kota që nuk ja vlen as të merreni me to. Investojeni në ndërtim, në qartësi, në lëvizje përpara. Kjo është një javë ku ju shigjetar mund të bëni hapa të mëdhenj, por vetëm nëse nuk e lini emocionin të drejtoj timonin. Paçim.